Nëse keni punuar 10 vjet përpara vitit 1994 dhe 25 vite pas këtij viti me pagë mesatare 31.000 lekë, atëherë do të merrni një pension prej 17.600 lekësh. Kjo për shkak se skema e re ju jep mundësinë të përfitoni nga çdo vit pune. Për vitet që keni punuar në ish kooperativat bujqësore ose në pozicione të tjera, paga që keni patur shumëzohet me koeficientin 8/59. Çdo pagë që ka qenë para këtij viti për pension sot llogaritet minimumi 22.000 lekë. Pra edhe një pagë prej 2.800 lekësh para 1994-s për pension llogaritet 22.000 lekë për shkak se shumëzohet me koeficientin 8/59. Gjithashtu për vitet që keni punuar pas 1994-s, paga shumëzohet me një koeficient nga 8/59 deri në 1/1, në mënyrë që pagat të cilat llogariten për pension të jenë më të larta. Duke qenë se nga të gjitha vitet e punës përfitoni, atëherë me 35 vite punë merrni 10.800 lekë të reja nga skema e re e pensioneve. Duke shtuar këtu edhe pensionin social, prej 6.750 lekë, përfitimi total do të jetë 17.600 lekë. Kjo vetëm me 35 vite punë, pasi sa më shumë vite të tjera të keni, aq më i lartë është pensioni. Kështu me 37 vite punë dhe me një pagë mesatare 31.000 lekë, do të merrni një pension rreth 18.200 lekë. Nga 37 vite punë përfitoni 11.400 lekë. Gjithashtu shtohet edhe pensioni social prej 6.750 lekë. 18.200 lekë përfitohen nga vitet e punës pa shtesat që mund të përfitohen.